Prej muajsh, Kosova ndodhet në një ngërç institucional të thellë. Të premten, ka dështuar për herë të 20 konstituimin e kuventit. Deputeti e APDK-s Vlora Çitaku, pas dështimit të përpjekjes së 20, ka thënë se partia së cilës ajo i përket qëndron konstruktive dhe se janë të gatshëm në çdo moment që të hapin rrugën, ndërsa deputetja e koalicionit lëvizjeve të vendosje Buxoj Alternativa Donika Gërvalla Zhvarc ka thënë se bllokada institucionale dëmton imazhin e vendit. Gërvalla ka shtuar se është situatë e papranueshme që kërkon zgjidhje të menjëhershme dhe reagim racional të deputetëve. Ajo përkujtoi se është seanca e 10 që janë duke votuar për procedurë. Pra analistët thonë se kjo krizë e brendshme politike është për shkak të presionit të jashtëm që lidhet me çështje të ndjeshme si themelimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Analisti Blerim Burjani shprehet se kushtet e BE-s dhe kushtëzimi nga Kosova me masa që nuk hiqen kurrë pa pranuar asociacionin janë pengesë kryesore pse nuk ka qeveri të re në Kosovë. Sipas tij, një pjesë e opinionit në Kosovë mendon se edhe nëse krijohen institucionet, në këtë kohë mund të sjellin më shumë dëm se dobi. Këtë e kam thënë shumë më herët, se ka pasiguri, frikë, përgjegjësi, mund të ketë presion më të madh për të bërë lidhjen në drejtim të themelimit të asociacionit. Kushtet të BE-s dhe kushtëzimin ndaj Kosovës me masa që nuk hiqen kurrë pa pranuar asociacionin dhe draft statutin janë pengesa kryesore pse nuk ka qeveri të re në Kosovë. Të gjithë i ikin themelimit të qeverisë, ndërsa kuvendi po përdoret si pretekst për të mos filluar zbatimin e zgjedhjeve të 9 shkurtit.